Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar prej jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kur, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Madje ju e vullosët fitoren kur festuat kërrimin me forcë të Maduros nga shtëpia e tij në Caracas dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë gjenerale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Maduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Tani, ju mund të mendoni se unë po tallem. Mund të tallen këta me ju. Unë me ju nuk tallem. Unë s'tallem kur me fitoret tuaja. Dhe sot, ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duart e autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit të Paqes. Pra, ka vetëm një nuancë në dështimin tuaj. Ju prisnit fitonit me helikoptere dhe ushtrisë amerikane dhe nuk e prisnit që unë do dorëzohesha vetë. Vetëm kaq, po kjo është fitore e juaj.